Kështu jetohet në fshatin Drugov, i cili është vetëm 5 kilometra larg qytetit të Kërqovës. Rrugë të paasfaltuara, pa kanalizim dhe fekalet e cilat derdhen në rrugë. Ndërsa era e keqe është çështje më vete. Qytetarët janë lodhur duke bërë kërkesa të panumërta për rregullimin e fshatit, i cili në gjendje të këtillë është që nga viti 1990. Pinan vetës. Po. Edhe keni reaguar çfarë thonë? Shumë herë kemi qenë te Fatmiri. Do të bëjmë ja. Ala jeti kështu, pa bome. Po pse arsyen çfarë thot? Fatmiri pse nuk e bën? E po duhet ta pyet një atë. Ai duhet t'ju tregoj. Ai në tha neve do të shosh. Ai qilet me kryetarin e komunës Drugova kur ishte përpara. Mojsës Kirko që e bëjt tiket, e do pëshun i vjodhan paret. Gledate sami kako je, kojve živejme, këton të fekalizati, të sile se budovo. Deca imаме mali, ne може да ги пратиме на школа, имаме стари деца, имаме инвалиди, имаме всякакви ljudi. И много тежко е, не може да радиме заеднички язик. Сме пробували и Славия. Па, последното се направи со бекатонки, вели е много, ама иначе това е адамна. Много е, много. Не може да... Па сме биле, меѓутоа секој си се брани, вели тие таму со ќиркота. Наплатено било, а не е реализирано. Ситуацията нула. Ја проводят четворица градоначалници нищо не направиш. Ова е катастрофа. Деца мали врват, нямат никако. Иде мере, имат 4-5 години нищо. Нема да правим нищо више. Ето, сами гледате како е. Ова што го гледате во споредба со тоа што е кога има обилни дождови е нула. Дури во лето тече нонстоп вода. Кога врне носи ѓубре, овде е све шишиња, пластика, некој си друг отпад од самата вода што ја носи. Идат пред избори, кога се менуваат влада, небитно било како ветува ќе се направи сега, ќе се направи после, останато е така. Drugova ka qenë komunë në vete deri në vitin 2013, kur u bë bashkimi i komunave në Kërqovë në një të vetme. As atëherë, e as tani nuk është ndërmarrë asgjë. Televizioni 21 disa herë ka raportuar për gjendjen në Drugov. Kryetari i komunës së Kërqovës, Fatmir Dehari, disa herë na ka thënë se pret përfundimin e rrjetit të kanalizimit, i cili ka filluar në Zajaz dhe do të përfundojë në Drugov, e më pas të kyqen të gjithë në rrjetin e kanalizimit dhe të asfaltohen rrugët. Da probame.